Podcasti pa recet ishte një ëndër e imja, e cila ishte disa vjeçare. Mikel, më duhet që të krijoj një podcast. Më lidh me këta çuna të cilët sot janë pjesë e stafit. Pasi diskutuam çështje teknike, aty më lindi dhe ideja e emrit, se si duhet ta quaja. Dëgjoj, tha. Me lejnë e Zotit, tha, unë mendoj, tha, që çdo gjë do ecë mirë. Dhe mendoj që do jem një augur i mirë, tha, për startuar këtë projekt. Ne arritëm që të kishim mbi 10 milion shikime dhe kjo ishte sukses i jashtëzakonshëm. Prit, thot, se kemi edhe një gjë tjetër, më thot. Cila është, i them unë? Kemi për të shkruar tek receta, thot. Kjo ka qenë një nga pikat më kulminante të podcasteve. Sezoni 2 pritet të jetë në një koncept të ri, do ju lëmë surprizë. Do shihemi çdo javë me disa episode të cilat janë thelbësore dhe të fokusuara drejt për drejt në shëndetin e pacientëve.